Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të përmbyllur natën, për të ndarë ngjarjet më të fundit, komentet më të fundit rreth personazheve publik. Sonte duat që të bëj një video përmbledhse për dy suksese të dy vajzave që në fakt në format e tyre kanë shëndritur në skenën shqiptare. Do ta nis me një artiste shumë të dashur për ju, një fenomen i muzikës, e cila përgatiti një koncert recital tepër të ndjerë. Unë do ta them jo koncert recital, po do ta quaj koncert emocional. Të gjithë të përfshirë brënda botës së saj, të gjithë të përfshirë brënda artit të saj. Fifi është një artiste shumë dimensionale, që po t'i dëgjojmë këngët e Fifit dhe po të ulemi t'i studiojmë këngët e Fifit, janë këngë me botë aq të thellë sa që janë rrallë këngëtaret shqiptare që mund të sjellin këngë me mesazhe të tilla. Fifi, pas koncerti që pati të jashtëzakonshëm në Tiranë, domethënë një koncert që mblodhi qindra mijëra shqiptarë që ikën ta ndjekin, një performancë live të do ta quaj të koordinuar në formën më të mirë të mundshme dhe një spektakël i papar dhe një bukurosh që e ndriçoi dhe më shumë skenën. Djali i Fifit, i cili dhe festonte ditëlindjen, emocione që Fifi i ka përmbledhur të gjitha në një postim ku e quan postimin e shpirtit edhe të zemrës së saj. Artistja ka qenë shumë e komentuar këtë kohën e fundit, sidomos për lëvizjet të ndryshme që ka bërë në jetë, do me thënë për marrëdhënien me bashkëshortin, për këngë të reja, për hite të bukura, për tekste fantastike, por koncerti ishte gjithçkaja e Fifit. Ajo që unë në fakt dua ta vlerësoj tek Fifi dhe pse vendosa që ta komentoj, është fakti që Fifi, edhe pse në fakt ka arritur në gjithë këtë karrierë, ka arritur në gjithë këtë, domethënë ka arritur në gjithë këtë rrugë të gjatë, që nuk është një rrugë e lehtë, e di e shumë mirë ajo se me çfarë është përballur, se sa është dashur që të vuan për të arritur këtu. Fifi nuk ndalon së punuari, vazhdon me një energji të jashtëzakonshme që premtoi që do të na sjellën edhe shumë hite të tjera. Një koncert i tillë me këtë dimension, më besoni që i kishte munguar shqiptarëve. I kishte munguar sepse këngët e bukura, mrekullitë që di të bëj Fifi, nuk di t'i bëj njeri. Dhe ky postim ka marrë jashtëzakonisht lajka, ka marrë komente që Fifi tashmë merr atë shpërblimin të cilin ka dashur ta merr nga të gjithë shqiptarët në kuptimin e mbështetjes, sepse është ndryshe të këndosh në një koncert ku jetojnë shqiptarë në Zvicër, Gjermani, në Shqipëri, në Kosovë, ndryshe është të bësh koncertin tënd recital dhe të gjithë të nderojnë e të respektojnë. Do të thënë Fifi u nderua dhe u respektua pafund nga të gjithë artistët, por edhe nga i gjithë komuniteti. Këtë postim ajo ka dashur ta ndanë me të gjithë fansat e saj, duke i falenderuar edhe një herë përzemërsisht për prezencën e tyre, për respektin që treguan kundërdrajt saj dhe për dashurinë e madhe që kanë për Fifin. Unë uroj që energjia e Fifit të mos të ndaloj kurrë. Mendoj që është në kohët e saj të arta, sepse artistët e vërtet, këngëtaret e vërteta, sepse jo çdo kujt mund t'i thuash këngëtare, fjala këngëtare është shumë e madhe. Me thënë ka brënda botë, ka këngë, ka melodi, ka tekst, thënë përfshin këtë artistin, po edhe këngëtare është e madhe. Këngëtaret si Fifi, mendoj unë që janë të pavdekshme dhe mbijetojnë, sepse jetojmë në një kohë të vështirë skenike, mbijetojnë gjithmonë në skenë. Ajo premtoi që do sjellën këngë të reja, premtoi që dashurisë do t'i këndon, premtoi që bisedën me diellin do ta ketë gjithmonë, sepse ka bërë dhe këngë të tillë kur ishte në Big Brother. Artin do ta mban gjithmonë të gjallë dhe unë uroj që të ketë forcën
dhe koncerte të këtilla të na sjell sepse nga kjo botë depresive që jetojmë, vetëm Fifi me zërin e saj dhe këngët e Fifit na shijojnë dhe na falin paqe dhe dashuri. Unë ju uroj të gjitha të mirat dhe uroj që postimet tek Instagrami i Fifit të këtilla në këtë dimension, postime që unë do t'i cilësoja me artist botror. Domethënë, po të shohësh Instagram të emrave të mëdhenj që nxjerrin postime me kaq drita, me skena gjigante, me këtë botë të bukur, nxjerrën dhe Fifi. Nga Fifi dua të kaloj pak te Brikena Selmani, një personazh tjetër, kaq e dashur për publikun, kaq e adhuruar, kaq të apasionuar pas saj, kohëve të fundit po bëhet jashtëzakonisht edhe më virale. Që në momentin kur Brikena doli nga shtëpia e Big Brotherit, e ka marrë famën e saj fuqishëm, po punon fuqishëm dhe po shkon fuqishëm. Pas ditëlindjes që organizuan me Mateon, pas kohës së ndarë me Mateon, pas momenteve të bukura, Brikena ka vendosur që t'i përkushtohet pak suksesit, pak vetes së saj. Tani pas përfundimit të Big Brotherit, banorët kanë oferta, sidomos banorët e klikuar, siç është Brikena, megjithatë fanbase, megjithatë Instagram, patjetër që do të kenë oferta të shumta. Dhe Brikena ka përzgjedhur që të bëjë një fotosesion, i cili tashmë është publik, gjë të cilën e ka publikuar dhe Brikena në Instagramin e saj, duke reklamuar veshje sportive ku Brikena duket jashtëzakonisht e lumtur dhe e bukur. Por Brikena ka vendosur që këtë të premte dhe këtë fundjavë, pas gjithë lodhjes, pas gjithë angazhimeve, sepse është lodhje, u bën në 2 post Big Brother a një luftë e madhe që në fakt vazhdoi dhe jashtë dhe akoma po vazhdon, u bë një ditëlindje që Brikena në fakt deri diku pak edhe u thye, sepse Bora nuk i lejoi që ta manifestonin momentin siç duheshte, por Brikena e shijoi dhe jetoi dhe sot Brikena ka përzgjedhur që ta shijon momentin me patjetër me shoqërinë, nga që gjëja më e shenjtë që është në jetën tonë është familja dhe shoqëria dhe unë besoj që në këtë Big Brother Brikenës shoqëria i ka munguar jashtëzakonisht shumë. Ajo sonte dukeshte shumë e bukur, dukeshte e lumtur, e fuqishme në fakt në karakterin e saj dhe po shionte çaste duke u kënaqur me të gjithë shoqërinë. Unë shpresoj që ta ketë kaluar natën bukur ashtu siç ajo na ka treguar që ishte shumë e lumtur, domethënë edhe pse përfoleshte që Mateo është xhelos, etj, por jo, Mateo që nga shumë nice, pasi që Brikena ndjeshte okay, ndjeshte e lirë, domethënë marrëdhënia e tyre është fantastike. Brikena tashmë po e shijon këtë qetësi, me patjetër që do të jetë më aktive në rrjetet sociale, por e shikoj që ajo dëshiron një herë të jetojë, të kënaqet, sepse 3 muaj e mbyllur, nuk është e lehtë, 2 javë ju deshën derisa ta merr veten, por mendoj që qëndrimet me Mateon, energjia me Mateon e bën Brikenën që të jetë edhe më e fuqishme. Ju vazhdoni me subscribe, komentoni poshtë komenteve tona dhe na tregoni mendimet tuaja për artistët që ne sillim tek ju.